Pse duhet ta hani kost në mëngjes? Vlerat e jashtëzakonshme për shëndetin. Përfitimet nga kosti janë të jashtëzakonshme përveç kalciumit dhe proteinave, një porcion i kostit përmban edhe të ashtu quajturën bakterie të mira, që mbështesin funksionin e mirë të zorëve dhe imunitetit, përmirësojnë tretjen dhe mbrojnë kundër depresionit. Sipas studimeve, konsumi i rregullt i kostit është produktiv edhe mund të ulë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Një studim i vjetër me 1200 njerëz tregoi se personat që nuk ishin obez ose kishin sëmundje kronike tregoi se konsumi i rregullt i kostit i mbroi ato nga pesha e tepërt për shkak të ndryshimit të mikrobiomës së zorëve. Studime të tjera kanë treguar se ngrënia e kostit për 4 javë rresht sjell dobi të mira për shëndetin e trurit. Probiotikët e kostit reduktojnë rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru te njerëzit që hanë të paktën minimumi 2 racione me kost në javë.